Zakonisht artistët e mëdhej ose edhe politikanët bëjnë ç'bëjnë dhe aty nga fundi i karrierës së tyre fillojnë të shkruajnë ndonjë libër autobiografik ose të hedhin në letër kujtimet e vegjëlisë. Dhe nga ky rregull në fakt nuk bën përjashtim as kryeministri i vendit tonë. E ne sonte ekskluzivisht për ju kemi sjell këtu një pjesë nga kujtimet e zotit Berisha. Le ta ndjekim. Nderuar zonja e zotëri, përfitoj nga asti qy. Në momente speciale, evenimentet veçanta njerëzore, sidomos ku njeriu ka ditëlidhjet dhe kur bëhet moshë madhore, ka dëshirë të bëjë retrospektiv. Jetën e vetë. Jeta ime ka kaluar në kalvar dhimish, vutjesh. Unë kam qenë nga të parë të fëmijë të vegjël që se kam dash diktaturën e egër komuniste të Verojës. Që 3 vjeç kam bërtit, vdek të veri. Nuk e kam dash, nuk donin me më shkollue, por unë ashtu me robat e malëstorit veshur, në ato lëndina, në ato lugina, në ato pyjet e Valbonës, ujrat e saj të mrekullueshëm, krajsi, natyrë mrekullueshme, dilja me delet, o delet e mia mi dele, o dele kaqurele, që më shdhije, që më shdele, këndoja unë, po kam qenë dhe ekologjist i madh, nuk pranoja, sinqerisht u them, sinqerisht, dash besoni, një lëkur banane se kam edhe në Lëndin, jo, shiko, jo. Si sot më kujtohet, ka pas qenë viti 1955. Më falë, o unë. Shiko, nuk i kam pasra fyllin të në tëre. Unë i bja qiftelis, jo, si është të vërtet kjo. Kujtoj që fa për, jo, në pyllë në shërat delet. Qabar, jo. O unë, mos e dhi, o të lutëm shutari, shiko, nuk, jo sa shë vërtet, unë baja 2 orë rrugë, vetëm të shkoj të baja në shpia të këmbarë tja ty. Jo, shiko, se unë pyllin e kam dash shumë, jo. Të kujtojt kur këndeshe? Më kujtojt. O, gjagji e në verë, i ke duart me sheqere, me urma, lumë partia që të ka. Jo, shiko, 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 banka bim, nuk kam këndur këtë kangun. Unë, shiko, jo bue, jo se ta shiko, ti nuk e drejt të transformosh historin time. Unë kam pas këndue. Që një vogël pse me ndushëm, ba, pse më rikajshëm, trishtushëm, e të tjera, se është të vërtet se ti ke qenë komunist. Shiko, o unë, vërtër, shiko, ajde pak për buë. Shiko, se që kam ba unë kur kam qenë fëmi, e di unë, nuk lejoj ty të më dhjesësh femininë. A qëro, ti të fëmi, babi, karabal shpif, rrugac, mbec, koj ke qatë me libra, fës të kishë me vete. E kështu të dashuriq, kaloj jeta ime në një kalvar dhimjesht e vujtjesh, pa uj, pa buk, vetëm me mish.
student Tiranë, fakultet mjekësisë. Nuk donin me madhar shkollën buj. Po ku do t'ja jep në zotri se unë kisha mesatarën 10.5, ku do shkonin ata? Jo, po shiko. Jo, po nuk bëhet fjallë se... Por kam lexuar shumë letërsi. Ria deri në mëngjes duke konspektuar Camus, Sartre, Beckettin, veprat e Shakespeare-it e të Molierit. O, unë student. Qa ban ashtu ti? Qa ke të vepra ty? Marksizëm e Leninizmit. Veprat e kujt janë ato? Kujtimet evangelistë shokut e verë. Faqe 313. Shoke dhe shoke. Mbota dhe vlezër. Të esit dhe fshatit e Gjokastës. Shumer kam dashur. Dhe të di... E takone me ju, motra nëna dhe vëdhezër, t'jo përshëndesë. Po, do thoni ju, që bëre, na mori madhi. Sa më ka marrë malit shkoj të tropoj. Ashtë largë. Të lupt goja. Urdo, shiko. Të lupt goja. Dikja mu o unë student. E para purës unë nuk lexoja vepra të tillë, lutem shumë. Lezo, ku ke Camusin, ku ke Sartrin, ku ke Cervantesin, ku është Shakespeare-i? Ja, se ke që djallë lexu për këtë përshdes, t'jap dorën. Jo, ma vjekiq. Pa herë fulit, kjo dorë ka taku e shokun e verota. Nga si dhë. Dikja mu. Nuk ashtë mirë që ullë atë dorë se na ke dhi, ullë dorë. Dikja, unë e di se kush pagun që ty të mos tregosh të vërtetën, por nuk ashtë kështu si që ban ti, se unë edhe atë macër e zezë e kam urryer, shpirt e kam urryer. Qëro, shduku! Qëm keberi! Se nuk janë të vërteta ato që shkruajnë për mu ormik, por sa i që ka penën në dorë, për mu e është armik, publicitet.